Jemi rikthyer sërish në studio, ku sonte do të flasim me nënkryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotrin Ahmet Isufi. Mirë se vini, zotri Isufi. Mirë se gjej. Ishte paralajmëruar se më njëherë pas kthimit nga New Yorku, kryeministri do të thrasë një tryezë me liderët opozitar për të diskutuar për çështjen e demarkacionit. A ka pranuar AKJ ende ftesë nga kryeministri? Nuk kemi pranuar ftesë, por me ftesën do të jetë sqarimi se për çka do të takohen liderët politik dhe po ashtu duke ditur rëndësinë e temës së demarkacionit, ne konsiderojmë se s'pari qeveria do të ta konsideroj të dështuar këtë variant të demarkacionit, sepse është tërhequr edhe nga kuvendi ligji për demarkacionin me Malin e Zi, prandaj do të kthehet në pikën 0, të formohet një komision i ri, i pavarur, i cili do të mundsonte përcaktimin e pikave të sakta kufitare të Kosovës me Malin e Zi, në bazë të hartave të gjitha llojeve, të cilat megjithatë përcaktojnë një vijë kufitare me Malin e Zi. Me që në parlament, në seancën e kaluar ka ra ky version dhe është tërhequr nga qeveria, është krejtësisht e kuptueshme se kryeministri, nëse don që të jetë racional, do t'i përgjigjet jo vetëm qytetarëve të Kosovës, shoqërisë civile, opozitës, por edhe vetë deputetëve të cilët janë treguar shumë të arsyeshëm, duke pas parasysh cënimin e territorit dhe normalisht që çdo deputeti dinjitetshëm që ka marrë vullnetin e qytetarëve të Kosovës e ka për obligim kushtetues të mbrojë kufijtë e Kosovës. Si e keni parë këtë idenë e kryeministrit për të ftuar në takim liderët? A mund të zgjidhet tashmë çështja e demarkacionit me bisedime mes bllokut opozitar dhe qeverisë? Deri tani nuk ka pas një qasje serioze nga ana e qeverisë dhe ne përsëri këmbgulim që të ndodh një tërheqje e këtij varianti, krijimi i kushteve të reja të një përcaktimi të vijës kufitare, duke qenë shumë të përgjegjshëm për të mos humb tokë Kosova, sepse asnjë shtet nuk lejon që të humbet territori i vendit. Konsideroj se kjo qeveri ka bërë dëme shumë për shkak se në çdo rast kur bëhet demarkimi mes shteteve, qeveritë mbrojnë interesat e tyre, madje bien ndoshta edhe në konflikt me shtetet tjera për të kërkuar pas territorin e vet ose në fund. Atëherë pse është bërë kjo marrëveshje? Më së miri e din ata që e kanë bërë, por në të gjitha hartat që pas luftës dytë botërore, nuk po shkojmë atutje, të gjitha tregojnë se pikat kufitare me Malin e Zi kanë qenë gjithmonë në Çakor dhe në Kullën e Zhlepit. Nuk ka asnjë hartë, as turistike, as gjeografike, as ushtarake, as strategjike ndërkombëtare që e ofron kufirin në Kuqisht. Të gjitha tregojnë se kufijt kanë ekzistuar dhe ekzistojnë në pikat Kullë e Zhlepit dhe Çakor. Prandaj, e vetmja mundësi është që qeveria të tërhiqet, të krijohet komision i ri dhe pra ju nuk do të pranoni të diskutoni me kryeministrin pa u kthyer marrëveshja në pikën 0. Po do të bëjnë teatrallti ndaj parlamentit të Kosovës, ndaj deputetëve të cilët nuk kanë qenë gatshëm ta votojnë. Atëherë gjasa të mbahet kjo tryezë që kanë minimale, pasi që kryeministri është deklaruar se do të bisedohet për marrëveshjen aktuale. Kryeministri e ka këtë temë që një vit e më tepër. Dhe me vetë faktin që për kaq kohë nuk ka mund të kaloj kjo temë, jo për hir të opozitës, por për shkak të vullnetit deputetëve të Parlamentit të Kosovës, se në fundit, kur është interesi i Kosovës në pyetje, mbrojtja e tërësisë territoriale, mbrojtja e rendit kushtetues, deputeti përveç se i përgjigjet partisë, i përgjigjet qytetarëve të vendit, për shkak se nuk ka votën vetëm të partisë, ka vullnetin e gjithë qytetarëve dhe në momentin kur e jep betimin e deputetit, ai tani është mbi partijak në kuptimin e mbrojtjes së interesave të vendit. Mund të largohet nga partia për mandatin e ka. Absolutisht, çdo deputet e ka personalitetin e vet, dinjitetin e vet. Ju e keni pa që ka deputet që kanë ndrru parti, po janë mbetë deputet, sepse në fundit votën e kanë marrë edhe si emër i përvetshëm i tyre,
duke qenë ndoshta pjesë e një subjekti, po megjithatë nuk e kanë votuar vetëm qytetarët e atij subjekti, po e kanë votuar qytetarët e Kosovës. Prandaj në këtë rast deputetët duhet ta mbrojnë dinjitetin e tyre duke mbrojtur territorin e Kosovës. Pavarësisht dështimit të parë, kryeministri ka paralajmëruar se sërish gjatë muajit tetor do ta procedoj për në kuvend marrëveshjen për ratifikim. A bën mirë? Çdo tendencë pas këtij rasti që të ofrohet në kuvend, unë jam i bindur që do të dështoj. A shfrytzuar këtë kohë për të bindur deputetët? Ka pas joshje, ka pas shantazhe, ka pas presione ndaj deputetëve. Ju e dini që janë deklaruar disa nga deputetët, qoftë të pozitës, të cilët u takojnë partive në pushtet, qoftë edhe të pavarur, të cilët kanë pas presione. Mirë po, nuk mundet logjikshëm një qytetar të lejoj që të cënohet territori i vendit vetë. Nuk lejon madje një deputet i cili bardh vullnetin e qytetarëve të atij vendi. Prandaj këtu asnjë dilemë se kemi se deputetët pa dallim, qofshin të opozitës, qofshin të pozitës, duhet ta mbrojnë tërësinë territoriale të Kosovës, se vetëm në mënyrë e mbrojnë vendin e tyre në bazë të Kushtetutës së Republikës Kosovës. Përveç demarkacionit, një temë tjetër e nxehtë pritet të jetë edhe bashkësia komunave me shumicë serbe, si duhet të veprojë shteti në këtë rast. Për neve ky asociacion, si është bërë me marrëveshjen në Bruksel, e cila është kundërshtuar nga gjykata kushtetuese për shkak se në 23 nëna cënohet Kushtetuta e Republikës Kosovës, është i rrëzuar si dokument. Prandaj, asociacioni i komunave të Kosovës në çfarë do varianti të bashkëpunimit të tyre mund të bëhet në bazë të Kushtetutës së Republikës Kosovës, sepse Kushtetuta e garanton një gjë të tillë. Vetëm që nuk lejohet që shteti fqinj të ketë interferencë të drejtë për drejtë në sovranitetin ose integritetin e vendit, në pushtetin e vendit, në ato që quhet siguria e vendit, buxheti i vendit, madje edhe në ambient e në planin hapësinor, në aspektet të përgjithshme të funksionimit deri te diplomacia dhe politika e jashtme, po ashtu edhe te një mekanizëm i cili jo vetëm që është konsideruar që mund të jetë ekzekutiv, por edhe vendimars. Prandaj nuk lejon dy pushtete brenda një shteti, sepse këtu kemi pastaj konflikt të brendshëm që cënon edhe sigurinë. Po çka në rast që fillon të zbatohet kjo? Po nuk mund të zbatohet sepse ka një paqartësi këtu edhe duhet vërtet të sqarohet. Ta marrim shembull. Në bazë të Kushtetutës ka drejt të formohet një asociacion për bashkëpunim mes komunave. Kjo është. Tjetra, një marrëveshje e arritur në Bruksel, e cila tani është rrëzuar nga gjykata kushtetuese, ajo konsiderohet më e pavlefshme, sepse nuk mundesh të nxjerrësh ndonjë dokument nga ajo marrëveshje e cila është cënuar në 23 nëna e Kushtetuta e Republikës Kosovës. Prandaj absolutisht ai draft komplet bie, sepse nuk mund nxjerrësh nga ai draft më kurrë. Se çdo tentim mund këtu të reagoj Bashkimi Evropian, pasi që sigurisht që do të ketë një reagim edhe nga Serbia për Bashkimi Evropian do të thotë zbaton e marrëveshjen, sepse është palë marrëveshjen antikushtetuese apo jo. Pikërisht këtu pastaj bën kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Akti më i lartë i një shteti është Kushtetuta, që mbron funksionimin institucional të brendshëm dhe politikat e jashtme të atij vendi. Në këtë rast, Ministria e Jashtme, ministri tjera të cilat lidhen me krijimin e asociacionit, duhet në një farë forme të negociojnë me Brukselin në mënyrë që ti shpjegojnë që nuk mundet të jetë një asociacion ku interferon një shtet tjetër, siç është në këtë rast Serbia. Prandaj duhet të konsiderohet i dështuar ky projekt, duhet të shkohet të bisedohet me qytetarët e Republikës Kosovës të pakicës serbe, të jipen të gjitha drejtat në bazë të draftit të zotit Atisari dhe të Kushtetutës e cila është më gjenerozja, jo vetëm në rajon, po edhe në Evropë. Nuk besoj që ka kushtetutë që u ofron pakicave më shumë të drejta. Madje po them që ka edhe teprim të drejtave në kuptimin
e asaj që është e drejt minoritare në shtetet tjera. Absolutisht, ne bile kemi këtë kushtetut në shtetet me jadhon Bashkimit Evropian për shtetet e tyre, shikoni si do të reagojnë, sepse ka vërtet aq shumë të drejta sa nuk mund të krahasohen me vendet tjera. Po, flasim edhe për një temë tjetër, keni qenë komandant në UÇK, së fundi kemi arrestimin e një veteranit të UÇK-s në Serbi me flet arrest të këtij vendi. Çfarë duhet të bëjnë institucionet tona për të përmirësuar këtë gjendje, sepse po kemi raste të shpeshta, kemi pasur raste në Maqedoni. Shikoni, ky është rezultati marrëveshjeve në Bruksel që janë pranuar nga qeveria Kosovës dhe të gjitha kanë qenë temat të cilat kanë të bëjnë me çështje të brendshme të Kosovës. Me vetë faktin që nuk janë kërkuar llogari nga qeveria serbe për dëmet që i kanë shkaktu Kosovës, ti kthej të gjitha pensionet, ta marrim shembull që janë grabi, ti kthej kursimet e qytetarëve të Kosovës, të kërkoj falje, ti kthej artefaktet, të kthej dokumentacionin katastral, madje të kërkoj falje Serbia për dëmet që i ka shkaktu këtij vendi. Këto do të ishin dashur të jenë temat të cilat do të shtroheshin në Bruksel. Për kundrazi, ju e keni pa që janë shtruar temat të cilat kanë të bëjnë me funksionimin e brendshëm të Kosovës dhe madje me interferimin e drejt për drejt të Serbisë. Për shembull, në Kosovë kemi 4 lloje targash që përdoren edhe më tutje në një shtet i cili pretendon me qenë pjesë e integrimeve evropiane. Paramendoni kemi ardhur në absurditetin që 17 vjet pas luftës të kemi targat letrës, që kjo është një mënyrë mundësi për kopjim të atyre letrave, korrupsioni, krimi organizuar, krejt të funksionojnë në Kosovë në këtë formë, edhe plus qytetarët për atë letër paguajnë 18 euro për ta bërë regjistrimin e një keri për t'i vendosur ato tabela. Plus tabela tjera proba që ta marrim shembull nuk janë për shtete tjera, se s'mund dalësh në shtete tjera. Kjo çka i kanë bërë këtij vendi, kjo qeveri, është vërtet për të pase është qeveria më skandaloze që ka ekzistuar ndonjëherë në Kosovë, sepse megjithatë ekzistojnë do standarde të cilat nuk mundesh të i kalosh. Këtu janë të i kalu gjitha ato gjëra që e kanë çuar Kosovën deri në absurd. Sa i përket çështjes së arrestimit, pikërisht në kohën kur qeveria trumbeton se po bisedon për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, i përdoset uniforma e shtetit, e dini ka pas raste edhe më herët, kur janë cënuar policët e Kosovës dhe janë degraduar në atë shkallë, duke qenë një qeveri e papërgjeshme e cila nuk po reagon ashtu si duhet. Ju e keni pa tek sot ka pas ndonjë reagim, edhe ato të zbet, sepse në këtë moment qeveria do të duhet thotë që bisedime nuk mund të ketë më përfundimisht me Serbinë, duhet absolutisht të gjitha ato që janë çështje që kanë të bëjnë me respektimin e marrëveshjeve duhet thuhet të jenë të ngrira dhe njëkohësisht duhet kërkohet llogari nga Serbia sepse je shtet. Ai që se mbron dinjitetin e vet, ai që e lën polici vet ti përulet, siç është rasti me nën kolonelin e policisë Kosovës, vërtet është shumë fyese për shtetin sepse cënimi i uniformës është cënimi i shtetit dhe askush nuk lejon që dikush të guxoj ta prek uniformën e shtetit tjetër. Edhe një pyetje fundit për veteranë, sot kemi pasur një protestë të veteranëve të UÇK-s kundër një vendimi të qeverisë i cili u ndalon pensionet familjarëve të dëshmorëve. Si e komentoni? Po, shikoni, kjo qeveri çdo ditë po bën veprime të cilat janë në kundërshtim me interesat e qytetarëve të Kosovës, po cënon edhe dinjitetin e tyre, po i përul vetë qeveria para shtetit të tyre për cilin kanë luftuar në fundit edhe familjet e dëshmorëve, edhe invalidët, edhe veteranët. Nuk mund të ketë arsyetim se janë shumë e s'po ka buxhet, ku ne po e shohim që i kemi 20 ministri, një qeveri e cila me 2 milion banor, me një territor prej 11.000 km2, është më e madhe se qeveria e Kinës. Paramendoni, çka i duhen këto forma të veprimit kësaj qeverie përveç se për të leju korrupsionin e krimin organizuar, për të ushqyer bandat e brendshme të cilat po e cënojnë
edhe funksionimin e shtetit, dhe në njëjtën kohë për të nalë ato që janë paga ose pensione minimale të pensioneve të luftës. Qeveria, zotëri Sofi, që ka pas fryrje të listave dhe është e pamundur të paguar. Në fundit qeveria vetë i ka fry për këto lista, se komisioni qeveritar i ka kontrolluar këto lista. A sheni ju fryrje të lista, zotëri Sofi? Po, shikoni, pse po flitet për fryrje të listave të veteranëve kur kemi fryrje të qeverisë më së pari? Ai që është përgjegjës e ka fryrë qeverinë pa nevojë. Se fundi ka informacione që me reformatizimin e qeverisë do të shuhen edhe disa ministri të kalojnë vetëm në departamente. Kjo është një blof për të përfituar në kohë, sepse këta për të reformatizuar këtë qeveri nuk do të kishin pru punën deri këto sa të mos ketë asnjë sukses vetëm që mund t'i përmendet kësaj qeverie. Plus në bisedime edhe temën e fundit që kemi të telefonisë mobile, merrni me mend, jo tani një operatori legal lejohet në Kosovë që tani legalizohet. Deri tash ka ekzistuar një veprim ilegal i Serbisë, është thonë që s'po mund të hiqet, pralla tjera, tani don edhe ta legalizojnë në Kosovë një operator i cili as nuk lejon konkurrencën, domethënë sepse Serbia vendos se çfarë operatori duhet të jetë ai në territorin e Kosovës. Cili shtet do të lejonte një gjë të tillë? Prandaj po them, këta po lejojnë ndërhyrjen e një shteti që ka qenë agresor në Kosovë, në vend se të kërkojnë llogari, në vend se të shihet kujt i ka pas borxh. Në fundit, këta po lejojnë që të nëpërkëmbet shteti i Kosovës. Prandaj, fryrja është në qeveri, është në administrat ku punson familjarët dhe i dini. Është edhe te lista veteranëve, zotëri Sofi, apo jo? Ka mundësi, por ato duhet ta bëj komisioni qeveritar i cili në fundit i ka pranuar të gjitha listat nga të gjitha zonat. Nëse ka një tejkalim numrit, le të thuhet cili është ai tejkalim i numrit. Ku na e ndash për luftë, ne kemi kërkuar ndihmën jo vetëm të atyre që kanë dalë luftë, e që për mendimin tim nuk janë shumë, sepse ne e dimë që shumica e popullit ka qenë në drejtim të investimit për lirinë e Kosovës dhe nuk mund të humbim hakun. Pra ju thoni që është mirë të rishikohen edhe një herë ato lista? Unë them që listat të cilat janë vërtetuar në qeveri nga komisioni qeveritar, ato duhet pra të zbatohen. Ose në fundit pse është lejuar një komision qeveritar të funksionojë e në tjetër anë të mos pranohen listat. Kjo është e çuditshme. Janë 28.000 që po thuhet, të cilët do të marrin pensione. Nuk bëhet nami se i kanë pensionet minimale, ndërsa ata kanë qenë gatshëm ta japin jetën e tyre për Kosovën. E këta që po i fryjnë qeverit, e nuk e dim sa zëvendësministra kanë, përveç 20 ministrave, sa këshilltar ka në ato ministri, sa administrat ka duke i punësuar familjarët e tyre, duke i punësuar partijakët e tyre, duke bërë Kosovën jo funksionale e funksionimit shtetit. Prandaj kemi krejt këto probleme. Nga qeveria? Unë mendoj që nëse e ka vërtetu komisioni qeveritar për verifikimin e listave të veteranëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, atëherë do të qeveria t'jap llogari përmes komisionit qeveritar, sepse në fundit ata e kanë bërë verifikimin e atyre listave. Zotëri Sofi, ne të falenderojmë shumë për këtë intervistë. Me ndershofshi, faleminderit për ftesë. Ne të nderuar shikues, shkëputemi për disa qaste me një blog të reklama dhe rikthehemi sërish në studion e Kontaktit.